e humb peshën dhe pastaj e merr prapë. Ja arsyeja. Shumë njerëz fokusohen vetëm tek humbja e peshës, por harrojnë diçka shumë të rëndësishme, pastrimin e organizmit. Dhe pastaj çfarë ndodh? E humbin peshën për pak kohë, por ose ndihen të lodhur ose kilogramët kthehen përsëri. Kjo sepse trupi nuk është në balancë. Kur organizmi është mbi ngarkuar, edhe humbja e peshës bëhet më e vështirë dhe më stresuese. Por kur fillon duke mbështetur trupin me një pastrim të duhur, gjithçka ndryshon. Trupi fillon të funksionojë më mirë, metabolizmi përmirësohet dhe humbja e peshës vjen më natyrshëm, jo me stres, jo me lodhje, por në mënyrë të qetë dhe graduale. Pra, mos u fokuso vetëm tek pesha në peshore, fokusoju trupit tënd. Nëse do të dish si ta bësh këtë në mënyrë të sigurt dhe efektive, mund të ndihmoj. Faleminderit që më ndoqe. Ruaje, shpërndaje dhe shkruaj info në koment nëse do më shumë detaje.